është shumë e pa edukat gjithmonë, ajo nuk gatu një herë për ato fëmijë, se nuk do të thotë që të kesh shumë. I kokër vesë ta bosh me quë dhe tajnë fëmijë. Fëmijët e mi janë pa hongër. Ushqime me të gjitha kush mund me i quë, ajo i merr i shet. Njëri ka përzon edukatorja nga kopshi se ka vëzo morra. Është përdoruse. Të ngjosh fëmijë 3 vjeç çfarë flet, mami bën seks. Gota 3 vjeç. Nuk di të të them më shumë. Nuk di të të flas. Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live më odetën. Ditën e sotme në live-in tim më ndoftoi një gjyshe, ai quhet Seri Kotori, nga Kavaja, e cila ka një problem shumë madhor. Djali ka përfunduar pas sekurave, ndërsa nusja e djalit është kryer një përdoruse lëndë narkotike, bën jetë të shturur dhe 3 fëmijët e mitur kanë përfunduar në një situatë rruge. Do habritare, do gjëjmë të histori dhe kjo gjyshe ka një apel të fort dhe kërkon ndihmën për 2 nipërit e mitur dhe për mbesën më të vogël 3 vjeç. Kështu që më njëherë e ftoj zonjën Seri. E dashur Seri, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, Seri nga Kavaja. Më telefonove dhe kërkove që të hyje në një live me mua se ke një problem madhor. Unë kam një djalë. Djali është i martuar, ka 3 fëmijë. Djali ka hyrë në burgut për dhunim prane, asë nuk jem interesu. Dënuar 9 vjetë, a për fara, nuk e di fikse përfundimin. Po? Por, problemi është se gruaja ka fëmijë, nuk i lanë, nuk i shplanë, nuk i vesh, nuk i jep me hongër, në katastrofi, i qip me lyp, i qip me vjell. Po ku jeton? Në Kavaj. Ke porta qeqit, i themini. Në pallat. Po ju nuk keni bërë një denoncim në polici për këtë ngjarje? Unë jam në Itali me dokumenta, edhe nuk po më zinë të gjumi, se njerëzit me i bi mesazhet e gjojnët. Jam më interesu, fola me polici, bana denoncimin, më thë ke punë zyrën e sociales në bashki. Po? Edhe diskutum, më thonë muve, qëto jo është ashtu si që thute. Ka tomën e vetë, e ama është e smur me ndoje, është edhe e smur me kancer, është bërë vdekësi shumë e dobë, shumë e vdekur. Por si që ndonë konë. Nusja e djalit? E ama nusës. Krushka. Që janë të dyja. Krushka. Pa. Edhe ajo është shumë e pa edukat gjithmonë, edhe patetinat ku ja unë poshtë për shahut ja hajnë, asë nuk ja të pjavi. Ajo nuk gatu një herë për ato fëmijë, se nuk do të thotë që të ke shumë. I kokër vesë ta bosh me quë dhe tajnë fëmijë. I gotëris të mushës të ndjerë në ujë ta hajnë fëmijë. E kupton sa të kesh gjepin hanë. Por nuk është që s'ka pas. I 150.000 lekë me pensione ama, i 150.000 lekë i jep i vlaj. 300.000 ka punu, se një vit ka që s'punon që është të mund, ka punu ke plafat. E kupton? Unë i kam qumë muj për muj, po të hysh me fjallë i gjenë të të, se nuk është kohët me diskutu shumë apo pak. Muj për muj lekë. Goca i me ushqime javë për javë, ose i hirë 2 javë. E dashur, Seri... Do t'i erdhe këtu, 2 buki, çdo ditë jep një mësuese gjimnazi, pa u identifiku, pagut, çdo buki ja çon ke shtëpia, çdo ditë 2 buk. Fëmijët e mi janë pa hongër. Ushqime me të gjitha kush mund me i quë, ajo i merr i shet. Dhe lë fëmijët pa buk? Pa hongër, pa larë, pa... Kur i ka qu goca ime në shkollë të dëshkonit nesërën, e ama 10 ditë largu nga shtëpia. Edhe fëmijët bo me një boj shu si mastic shnitur, nuk i mershin as beberet me i qef, që dëshkonit nesë në shkollë. Ka shku, i ka mërë beberet dhe se e kanë qesë, i ka me foto. I ka bodhe foto me njërë, i ka dhe në telefon. Por situata që nga shumë e rëndë me fëmijët, me niprit e tu. Po, unë që ka marrë dhe këto, më thonë mu sot nesër, nuk po më bëjnë asgjë.
Shërbimi social ende s'ka reaguar në Kavaj dhe pse ti ke denoncuar që... Ato po ja edhe sot më mojnë telefon që hajde nesër. Por nuk e di që po bëjnë, atë unë duhet i kisha marrë ato fëmijë. Një javës tjetër, 3 ditë pa shkuar në shkollë. Së është smunë. Vjetë në Meksiko, Meksiko i përzu mësusje 2 njëri ka përzu në edukatorja nga kopshi se ka zo mora. është tërp, nuk është tërp se ka zo mora, është tërp që mos t'iqen. E dashur Seri, por ti kur ke ardhur në Shqipëri, e ke takuar nusen? E kam taku, tani që është bodhe denoncimin, është takarun pak. Por është nisë më gallon fare, shkova mi morë se merë gacat shtunë, shkova me gacën, edhe nuk ma mori menje se s'do mi hipë, se ajo i jep përhirë se do të rije ha. Thot gaca vogël nuk kam tërë, se këto të dalin në televizor, mami bën seks. Gaca 3 vjeç. Nuk di që të them më shumë, nuk di që të flasë, nuk di që të veproj, unë kam nevoj për kam nevoj fëmijë për ndim. Nuk e di, situata është shumë e rëndë. E dashur Seri, më lejon të pyes që ta kuptoj qartë historinë, si quhet nusja e djalit? Por djali? Artes. Por dhe Artesi, para sa vitesh janë njohur, janë martuar? I vinë quni është 7 vjeç. 1 vit përpara? 8 vit, para 8 vitesh. Para 8 vitesh janë martuar. Por ajo ka qenë nuse në shtëpinë tuaj, kështu është sjellë gjithmonë? Ajo nuk i jati dhe oma sa janë ndarë. Por nga këto situatat të tilla, por ne gjithmonë u mundonim ta manim, ta respektonim, ta zbutnim, t'i bonim me kupton edhe nuk reagonte ai shumë. Jo se s'ka reaguar shumë keq, reagonte gjithmonë, nuk pastronte, nuk shumë keq. Por ne u mundonim që ta morëm si fëmijë. Se ka shumë fëmijë, por shumë fëmijë jetë në jetë gjithë janë fëmijë të saj. Edhe nana mundot mi zbukuru shto me avar. Edhe ti të gëjtë gjithë që ku erdhe, ne kita qime forbuke, unë vjetë turp që të taltu, se jam shumë i njërë të kava. Edhe kita qime forbuke që ku erdhe në fillit, vini gacët shtu në djerë, se ishë në shkollë në djerë, edhe ju të gacëve me bryllë nuk datet të shistin gacët, kur ajo nuk ditë asë me bëllë logari. E kuptanë një bukë si mi kësi kusurën edhe nuk dite ka i ju të gacëve në bryllë. U mërgjit shumë gacët, ne i tonë s'ka dale, so i jetime, me nënë e babë gjallë, o ju nëfë, gjithmonë duke që ti ta që sonë gjenin të bënë në zdo jo sa më mirë. Por këto veprime dhe këto sjellje ajo i bënte sepse ato lloj edukate kishte marrë në familje apo kishte ndonjë probleme? Atë edukata, ka pas gjithmonë. Ne nuk është se e donim, se e dinim që ishte kështu, por që ishte situata, fëmija ngurë të kom, edhe s'munda me bojja. Por me djalin, me bashortin e saj? Edhe me djalin nuk është se usjote shumë mirë. Djali dhe pse bënde këto sjellje vazhdonte të dashuronte? U mundonte e thotë hasë ashtu kështu, e kupton t'i kalonte, por ajo vazhdonte gjithnjë, ndonjëherë edhe e rrifte. Se ishte shumë problematike, jo se e kupton nuk durën ne durën shëshur që kështu pushon, ajo, por ne gjithmonë, jo, tërë, gjëna, fëmija. Por ti si një vjerë, si një nën, që në një farë mënyrë edhe po kujdeseshe për nusen, nuk arrite do të flisje dhe ta mësoje, ndoshta ajo gjë që i ka munduar me nënën e saj. Por nuk ishte shumë e kotë, jo. Nëna saj, ajo ishte nënmushe, 8 mushe, 9 mushe, nuk më kujtohet, edhe erdhi për ditëlindjen e saj në qershor, me çunin e parë, edhe tha, ajo tha duhet morë leje, tha se vite në 10, noni gjysë 10 në dyqan, rritë 2 orë, hante dhe drekën, edhe ishte mos e hante drekën, ishte rritë ke ama, vitën 5-6. E kupton si të rinë të lirë, janë të ri, janë edhe ajo tha, jo, do të ka leje lindje, tha, nuk do të ri, nuk është se bënë të punë. Se unë isha vetë, i më shoj që ishte vetë. Unë vinë një situatë shumë e rëndë, edhe prap kjo është më e rëndë. Ajo ishte vdekje, edhe unë
situata ime, jeta ime. Nuk mundëm me dërgu mo. Ato fëmijë nuk do të durojnë as i minutë. Sa vjeç janë fëmijët? 7 vjeç, klasë dytë i madhi, klasë parë i vogël, i dytë, 3 vjeç e goca. Por, sa vite jetuat ju bashkë me nusën dhe me djalin që më pas u ndat dhe ti shkove në Itali? Ne jetuam 3 vjeç, kaq. 2 vjeç sonë. Të sa shqipin nga një situatë dhe nuk du t'i kthehem asaj që është shumë e rëndë. Unë kam qenë furë, duke punu me furën tim edhe erdhë më vranë një burrit. Edhe nuk du t'a përmend të situatë. Lutëm se nuk e shuaj të dalim. Edhe djali që në Francë. Edhe ne nga që na vranë burrin, nuk donim që dy vitet djali të krijon dhe situatë hakmarrje. U mononim që të rgullon që të qonim nusën atje. Për nusën nuk ishte me në shku atje. Jetë edhe më këtyrë mërë në djali. Edhe unë ishe në Francë. Më edhe dhe goca, edhe ne jetëm 8 muaj në Francë. Unë me gjithë gocë. Pas ngjarjes së rëndë që humbe bashortin nga kjo jetë? Pa, nuk mundë me jetu më nga ajë. Ata duhe me ushqy. Kemë që në gjohë s'kam. Të besoj. Shumë e rëndë, goca të vazhdojnë shkollën, se është për geodizi, edhe e la, se s'kishte lekë. Edhe jikëm që të dy në Francë, edhe po përbishim bodëm letër që të vjerim të dy. Kë e lënus është atë zonë, edhe u kap me hashash, nuk e di. Por problemi që nga policia, shkonte ai djali që ka vrarë burrin tim, kanë qenë veti dytë. Është dënu vetëm një. Të tjetërin e kanë zhduk fare. Edhe ai tjetëri që ishte zhduk, vjen, kalon në këtë në furë, në rrugicën tonë, edhe djali e shef edhe grindët, i mojnë që të dy mrena. Por nuk e majnë njëri e mrena, majnë djali tim. 2-3 herë kjo, kështo. Dhe sa i futën mrena, kupton ti? Si janë shumë situatët të rënda, por nuk du të dalin ajo pjesë. E qartë, është drejta juaj, nëse ju nuk do një të flisni, nëse ju nuk Jo, nuk du të tregoj, për momentin kam problemin e fëmijëve. Nuk është që du ta maj sekret. E qartë, burri tuaj e vranë për çfarë? Për 10 kokra vezë. Për 10 kokra I vezë? bollën ato vezë, u zinë me burrin tem, erdhën e vranë. Kjo është e gjithë situatë. E të mërshme. Shumë e të mërshme, po këtu fiton kur, po s'pate lekë, po s'pate miqë. Edhe djali vazhdon, po me ato pasoja. Du këtë pjesë të zi, por nuk du për momentin të lekë. Kam problemi me fëmijë. I qartë, kuptoj, problemi jot më madhor tashmë janë 3 niprit, 2 niprit dhe mbesa që janë në situatë rrugë dhe në një situatë shumë të rëndë, por nuk do të gacmoj te plaga jote që ke humbur bashorti që ta kam vrarë për 10 kokra vezë dhe kjo është tragjedi. A u dënuan personat që kryen krimin? Po, dënu. Vetëm njoni 16 vjet, 9 vjet djali im. Për dhundim prone apo fare, nuk e di për çfarë është dënuar djali im, 9 vjet. Kurse ai që ka vrarë burrin tim, ka vdek burri im, është dënuar 16 vjet. 6 vjet i ka marrë lirim, jo ta i fitoi më që me në të para burkima, ai për 5 vjet deri, për 4 vjet. E kupton? E qartë, zonja Siri, e kuptoj krahasimin që po bën, por çfarë ndodhi me jetën tuaj? Ju nisët në Francë pasi humbët bashorti nga kjo jetë dhe u bëret pamundur të merrje edhe nusën edhe djalin. Djali vinë burgut, edhe gocës nuk i dalin letrat. Edhe goca po kalon në depresion se i thonë që mund të vinë edhe me të morë me të deportu direkt në Shqipëri. Edhe goca më thonë, me që ti i me dokumenta rektu, unë po i tje në Itali të punoj. Ja, i thash, nuk të le mami vetëm, unë nuk më interesoj dokumentet franceze, unë më interesoj fëmija. Edhe me gjithë gotë, vim në Itali punoj. Punoj me zezë, shumë vite, kam 2
vjetë që kam bërë letër të motra ime. Goca ikën në Angli, unë shkoj të motra ime, se ishte dashuruar pare se vinte me një person. E qartë, dhe ka krijuar familjen e saj. Pa, është bë me fëmijë. Por nusën e djalit nuk arrite dot ta merrje. Dhe ajo ngeli në kavaj. Ne i dërgoja lek, edhe në kohën kur do lindte gocën, me një korrekt ke kalit, i tha, një papagujun, një vajza, ti qënë 2 fëmijë në orat 8 deri në 15 ditë në kopësht. Okej. Ndarë i them, flas mami me të drejtoresën me të kopshit, Po. edhe ja dërgoj linkët direkt. E qartë. Ajo sa i shumë direkt, edhe thoi, nuk i qërë fëmijët në kopësht, të t'i lirë vetëm. Të rritë pakëlla pa quna. E kupton? Kishim problem momentin kur ajo të shkonte me linë, futi letë e fëmijë, që unë ishte në burgën. Djali sa vite u bë që është në burg? 4 vjetë sa më shumë, nuk e di, ta më fiks. 4 vite. E kam marrë të momentin, 2001. Pa. Që është arrestuar. E qartë, u bë 4 vite që është pas sekurave, është dënuar me 9 vite, më the. Ka dhe 5 E vite. ishte nishin. Po. 4 vjetë, 4 vjetë që është. I vjet ketë edhe 5 vite të tjera dënim. Ja, i kanë përfitu ullje, po që mund dalë shpejt. Më vjen mirë që do dali shpejt dhe ndoshta do jetë ai që do kujdeset për fëmijët e vet. Por momentin nuk pret. Është gjendje shumë e rëndë. Por si ka Fëmijët pa mundësi? vesh, në të stofët, ka fillu stofët. Ato rinë dalin pa qoja, pa vesh, në mes dimrit lakuriq. Shumë e të mërshme, pa hëngër. Po si ka Bukur mundësi? ishte në ditë dhe pa hëngër. E dashur seri, po si ka mundësi që nëna e vet i lë fëmijët në këtë situatë? Do kenë një problem me shëndetin mendor dhe është fatkeqësi kjo gjë? Se një nënë Është e dashurume, edhe është e dërgume. si e dërguar? Po, Pitro, nuk du t'i flasë shumë gjojna, mund t'i flasën në privatësi. Jo, nëse ajo është përdoruse lëndëve narkotike, ti duhet ta denoncosh këtë gjë. Përdoruse. Këte po, përdoruse është. E kam diskutu, po jo, po kështu është përdoruse. Është përdoruse. Të ngjosh fëmijë 3 vjetë çfarë flet, unë kam nevojë ato fëmijë për psikologe. Drejtoresha e shkollës tha, kush je ti që do me marr fëmijë? Fëmijët janë shumë rregull, fëmijët shumë. Unë diskutova, e vinë shumë mirë në shkollë. Se ti duhet me marrë kush je ti që të marrësh fëmijë, më tha drejtoresha e shkollës. Unë nuk i dhash përgjigje, se e pash ishte shumë, por psikologja nuk ka full asnjëherë me fëmijë. Ato nuk janë marrë asnjëherë me fëmijë. Unë fëmijë vjet ka qenë vetëm njëri e kam çu në shkollë, në after school, mat shkolle. Po, e qartë, after school, po. Që kam mësu, i kam pagu shkollën. E kupton? E qartë. Mësuesën që e kam mësu. Kurse që fëmijë e kam mësu, por mësuesja kujdestari ka mesazhet që kam pas në telefon, që ka fol me gocën. Edhe i ka shkruajt mësuesja, i ka çu goca fletore, gjojna, çfarë i kërkonte, edhe i ka thonë, unë do t'ja maj fletores këtu klasë, se ai po ti mori shkollë, e ama nuk kujdesën shtëpi, se e ama i gris. Ma bin pa fletore, me fletore të grisura. Por nëse ajo është përdoruse lëndëve narkotike dhe situata është kështu, ata fëmijë duhet të hiqen urgjentisht nga ai ambient. Po pra, unë kam të jashtë që kam marrë, se më thënë hajde edhe asi gjusë po bojnë. Edhe sot në tani ka një orë që më mori, i të do ikin durës nesër, i thash, por të problem se unë do të zgjirë, unë nuk rritët, nuk kam të javë, nuk është puna se kam unë 3 javë. Problemi është se kam fëmijë 3 javë. Ajo thotë që ja kam gocën me gjokë se nuk është orë. Pa i vëllë 10 ditë nga shtëpia dhe nuk pas fëmijë me gjokë. Po, ku kishte qenë 10 ditë? Por nëna iku 10 ditë dhe i la fëmijët, ku kishte qenë? Me të dashurin, edhe në punë, nuk di më shumë se më shumë mund të gjinë të ketë. Edhe shkoj e di nga shkita që kam qeketezja. Unë i lajmova që të thotë që kam qeketezja. Dhe ato mund t'ja bëni provokimin direkt vetë.
Mund të një tezën në telefon, se tezë ishte rëndi që ta kërgonte që s'ka qenë kjo. Por ju pse mendoni që ajo ka zënë një tjetër burr në jetën e saj, ka një tjetër person? Ta tregon, jo djem, se nuk i pyse janë të mëj, por nuk është e pyes gocën, për ta tregon vetë, është turpi ma, si e thot, fëmija 3 vjeç. Nuk mund t'i thënë këto. Fëmija 3 vjeç ta tregon. Por sa herë kena shku e vjen që ndarke, ai rresat mune, që si bëne, po e se gja mirë është. Kaq nuk më intereson më shumë. Por është ndarë me djalin? Është kjo porti, bashkëshortore, se është e martuar. Nuk është ndarë me djalin tuaj. Ja. Por djali juaj që ndodhet pas ekurave e di këtë situatë, si kanë përfunduar fëmijët? Ai e din, edhe ai më thonë mam, leni Itali, mendo për ke lamoj, të edukoj si unë, mos kërkoj, nuk kërkoj më shumë. Por mu më thonë, hajde që ne do të përgjigjemi, hajde nga vaj vetëm ma fëmijët. Edhe unë për ne ka më rrugën që jem kësi. Por s'po fitoj jo. Por nusja i vete e viziton Marsida burri në burg? Ka shku 2 herë 3 herë, nuk e di. Prandaj jam kushtet. Prandaj po ju kërkoj se është një problem shumë i madh, ndoshta jam unë gabim, por nuk më merr mendje tim gabim. I kam të gjithë faktët. Në kurit me stoftit te parvazi i balkonit. Nëse historia është kështu, si që tregon ti... Me stoftit te parvazi i balkonit. E dashur Siri, nëse historia është kështu si që ti e tregon, nuk je gabim. Situata është dramatike për ata 3 fëmijë të mitur që kanë përfunduar në këtë situatë dhe jeta e tyre është në rrezik me një man. Për Itali vetëm për Situata është vërtet e rëndë. Ti ke ardhur enkas nga Italia, i ke takuar fëmijët? I takova një herë, i mora 2 net këtu, i lava se i kam kokën shumë pish, i lava, ditën e martë me fjalë, i kam qut larë, sot i javë. Edhe shku me i morë ditën e shtunë, me gjithë goca, se mere goca, edhe goca, i thot rri me lalët. Ajo nuk në edha. Por pse ka këtë inat ndaj jush, ku ju jeni kujdesur gjithmonë? Nuk në ka, pysh i ka tho burri gocës që dalë, që si flisin në nasirit ju në telefon, po s'na ka pru lek. Kur nana me robe, me dveshme, me ushqime, me nuk kam pushu. Po nusën e ke takuar të djalit? Kam taku, por u taku kur u bo një qimbledhje aty në bashki, edhe aty u acaru me fjallë dhe më keqe dhe unë jam shumë e butë, mundohem ti për qërë gjojnë në sama me butësi. Nuk më pëlqen shërë. Por si reagoja ajo momenti që mori vesh që ti e kishe denoncuar për fëmijët dhe ke bërë gjën e duhur? Shka prulek, shka bolek, do në këllëm mojt. Shumë budalli që gjojnë në më nuk di që me thonë që mund t'i... Po ti se ke për detyrë ti dërgosh lek asaj. Unë i dërgoj se më vje kejtë për shmit, gocët e mija më thonë, mu mami mos i qa, lekët që më po i qoj ushime, që do t'i bish lek? Më prapë vitë e kejtë, se mendoj e vetëm për shmit. Edhe goca filloj që i qaftë ushime, që ajo kishte shokon aty, edhe i qoja ushime, me fjallë edhe i hapë ushimot gocës, se kjo i shiste. Edhe javën e fundit, që unë erë këtë javës, kjo ishte halakat që i kishte qunë një kanaqe me do kremat, mëllë, goca më ime, edhe ta, jo nuk i kishte qunë shumë, se i kena pas qunë të gjithë gjëndet që kërkohën. Makarone nuk i ti, po i kishte hapë goca ime që të gjithë. Që si mos i shese, ajo ishte acaru pa fort, se i kena hapë një, se ka hapë goca. Që ajo mos t'i shiste? Pa. Por kjo është shumë e rëndë, një nën të bëj këto lloj veprime, të shesi bukën e fëmijëve dhe ato parat i përdori për të blerë drogë, është katastrofë. E disa robi i ka në shtëpi,
sa robi i ka bru, janë ashtu nuk, po sa i ka dhënë njërët, po që shkujtot si ka fillu, ose si ka defi, ka unë. Janë në shtëpi të gjitha. Ja kupton është robi, nuk është, nuk hyet shtëpi, ka një aromë shumë të rëndë. E dashur Sirie, por mirë, duke parë këtë situatë, nuk e mundur do t'i thuash, ndoshta ti nuk je në gjendje t'i mbash fëmijët, na jep ne të kujdesemi për ta. Unë i kam thonë, duro ke mami, se do vi mami, do të jap patentë dhe do të marr mami në Itali me gjithë kalamoj. Se me 3 kalamoj dhe nuk mund të lëvizësh pa patentë. Bja lekët e patentës. Ja, lekët e patentës nuk kam. E kupton? Por djali kur Bja lekët e patentës, po që. Djali kur të dali nga burgu do kërkoj divorcin, do ndahen, se me këtë situatë që po tregon ti? Po normal që do ndahen. Por normal që do ndahen, as diskutohet fare, por unë nuk do të hyj ke kjo pjesë. Unë kam vetëm problemin e fëmijëve. E kupton? Dhe sigurisht Nuk e di, ndoshta një non kështu duhet të reagoj, nuk e di, ndoshta më bëj gabim. Kjo nuk po bëj fare gabim. Nëse Serie, kjo histori që po ti tregon, është e vërtet, dhe ata fëmijë kanë përfunduar në atë situatë, kjo është e tmerrshme, është ulëritse. Që të shkosh, të kërkosh ndihmë në institucion që fëmijët, 2 nipri dhe mbesa përfundojnë në rrugë me një nën të papërgjegjshme, përdoruese lëndëve narkotike, që nuk kujdeset, ushqimet që i dërgojnë i shet për të blerë drogë, ata fëmijë rrin pa bukë, pa larë, pa veshur, dhe institucionet mos të marrin masa, kjo është tmerr. Më kam që me të thonë më shumë. Ato i thonë bashkia që boti testin e drogës. Bëjmë analizën e drogës. Nuk, se kush është ajo që ti thusit të bëjmë? Kjo është rregull, po të pëlqeu, dhe të marrë fëmijë. Kështu është. Se nëse ti je e drejtshme, që je në rregull, vjen botesë, s'është edhe analizë, s'është nevojë për të lutur ty. Kështu e mendoj unë? Por ju si e keni zbuluar? Ju si e keni zbuluar që është përdorues të lëndëve narkotike? Nuk ka nevojë për shumë zbulim. Nuk ka nevojë, zbulohet shumë kollaj. Por megjithatë po tregoj një notë. Morën telefon, ai i dashuri, ishte në kuzhinë, ishte çuni, 5 vjeç e kishte telefonin, sa si herë që ai. Të dashurin në shtëpi vetë kishte çuni. Edhe ai foli, unë ngjova dhe nuk reagova. Se nuk më intereson jeta asaj, më interesoj vetëm fëmijët. Edhe iku, po më tërkosht, po lali tjetër për çunin tjetër ishte në gjumë. Po më tërkosht është me mamin. Kur vjen motra, 3 vjeçe. Edhe sa më nuk ki që nana ty, ajo nana si e se shumë, sa më shef po kërcen mo. Edhe thotë, i se më nana, po shumë mami, o me plelatin. Unë prap nuk reagova, se nuk mund t'i prish gëzimin fëmijëve të mi. Shënone jam, që nuk e duron kush. Unë prap nuk fola. Nuk e di mot, e thotë goca edhe një fjalë që nuk e di 3 vjeç që është merë. Unë mund ta them as kujtove, që ç'është ato. Por pse, ajo kryen marrëdhënie seksuale me të dashur përpara fëmijëve? Po, edhe thot gaca, fiks, e thot gaca. Po ti që banu pisi ishte në shlegju. Kuptojnë me. Kjo është me. 10 ditë pa i thonë. Masë 10 ditëve jep qis, me e vundjo. Nuk du të flasë më shumë. Për mu është një situatë shumë e rëndë, edhe nuk mund të me dërru ma. E dashur Serie, me që ke ardhur në Shqipëri, nuk e shkuar ta vizitosh djalin në burg? Nuk kam shku se du të rgojë këto fëmijë, 50 fëmijë që qoja pa jo, 4 vjetë pa i pa. Që mund shkojnë pa fëmijët atje? Por pse nuk i ke marrë fëmijët ja qosh në burg? Po ku shkoj jep mu fëmijë? Unë shkoj marrë fëmijë, unë du i marrë fëmijë, di la i hirë, i pastroj, pastaj ti marrë. Nuk me në to atje ashtu. Por kur, sepse sinqerisht është shumë e rëndë kjo që po më tregon. Në momentin që ti shkove dhe more fëmijën dhe i pen atë gjendje të palar, nuk i the asaj
Që pse i ke lënë fëmijët kështu? I kam lanë, kushtë të vjen pa latë? I kam lanë, po mimi nuk hiqen, po pësaj, që bo? Kjo nuk është normale. Fëmijët ne kena dalë me lyp, kalamojt kanë dalë me lyp. Po patën një lek në arqilë, në telefon më sa me. Po patën një lek, më sa me në telefon. Po kjo është frytëzim, nëse nëna i nxjerr fëmijët për lypje. Ti si e ke mësuar këtë informacion? Ja thjesht thashe theme që ke dëgjuar në lagje? Ka me video, gjithë lagje diskuton për atë. Gjithë lagje ka foto e video për atë. Të ka njoftuar fqinjët? Më vjen turp, se që më të familje. Jo, ajo është një nënë e papërgjegjshme dhe ti po e denoncon dhe kjo është shumë e rëndë e dashurserie, po mund të ma tregosh çfarë të thanë fqinjët për fëmijët, që nëna i nxjerr për të lypur? Nëna i nxjerr për të vjellë. Në për dyqane si pranojnë, se vjellën, i përzejnë. E kupton, nëna i bën të gjitha gjëjnët. Nuk ka më ki. Po mu, si gjyshe nuk ka më ki. Te i dorë, unë mendoj se ato të bon krimineshë kur që rritë. Shkoj mendojë? Oj, nuk kanë bojë një herë detyre, ka fillu shkollën, kur ka fillu desë, çuni që klas parë nuk ka bojë një herë detyre. Dhe kur ti ke takuar mësuesën, mësuesja ka thënë djali mëson, është shumë mirë. Jo, son mirë, që ato familjet me probleme financiare mos i quhen ato kështu djalë që i ndogo. E dashurserie. Kam taku mësuesën, mësuesja nuk foli shumë, po foli psikologja që nuk ka fol me fëmijët. Atje, jo thotë se e ka tërket. Fëmija është 7 vjeç, por fëmija ka shumë nevojë për një psikologe. Por edhe drejtoresha. Po ato 2 ditë që ti i more fëmijët, i more në shtëpi. Ato 2 ditë që ti i more fëmijët në shtëpi, i lave, i pastrove, si sillesh i fëmijët, çfarë të thanë? Nuk du të shkojmë ke mami veç e muve. Unë nuk du t'i ke mami. Që fa e në bote? Unë thotë e gjojnë të poshtë. Lodër poshtë. E kështu se zdim me poshtë. Shumë gjojnë. Mami veç e nuk du të shkojmë ke nana, ke amave. Një herë edhe një mori polici. Këto. Edhe unë nga që s'krinë si isha morë, dhe nënë si ishte po, nuk do të shkonin kalamojt, nuk do të ikshin kjo. Si isha morë me leje, jo pa leje, edhe kur e dhe i thash, unë po vit, po unë nuk mund vit në frahon ke kalamojt. Të më fusin burgut mua e sot 62 vjeqe. Jo pa hajtë ti se dhe i rëmën gjithë gjojnët, edhe kam një mujë edhe nuk po regullat asja. Po, kur vajte në polici, çfarë ndodhi? Ti e denoncove këtë fakt? Që nëna i nxjerr. Eri policia tu. Në shtëpi. A i vure në dispozicion të foto dhe video që fëmijët dilin në rrugë dhe lypnin dhe vithnin? Edhe më thanë që... Po të gjitha i kam e fakte, moj, të gjitha. A ja dhe policis? Po ja po më dhonë socialës, policis, gjitha. Foto, video. Dhe askush nuk ka reaguar? Pa. Edhe më tha që hajde nisër, më ka thonë ajo, se i thashu që unë nisër kam takim tjetër i tërë. Se unë këste punë e kërkoj, unë nuk e letë të kaqë. Shmitë, një mu i thash që më marrë dhe mos i marrë, shmitë ka nevojë për shtikë 1 orë për pare, jo një mu. Pa i. E të mërshme, sinqerisht e të mërshme për ata 3 të mitur që janë 7, 6 dhe 3 vjeç. Shumë e të mërshme është. Shkolla dirë se më tha juristi, shko po denoncim. Polici më thë, s'ki që po denoncim. Një dhe shkolla, e bëna me po denoncim, s'ma pranu, nuk më shkujtë në asgjë. E dashurserie, ne po e denoncojmë të dyja në këtë live. Unë nuk të shpresoj që institucionet të reagojnë dhe unë të premtoj që do lidhe me policinë e Kavajës për këtë ngjarje, por unë dua që ti të përcjellësh një mesazh nusës së djalit tënd, ajo që po bën gjithë këto tortura ndaj fëmijëve të saj. Me që ti nuk je në rrugën e duhur, nuk je zonja për fëmijët tuj, nuk i lan dot, nuk i shplan dot, nënën e ke të smur, nuk i mban,
të lutem mi lë fëmijët të jetë qetë, t'i mbaj unë. Po le Itali vetëm për të edukuar dhe rrit ato fëmijë. Se si ki po një herë, vetëm një herë detyra. Por e vite prej shkolle dhe griste fletarën kur vite prej shkolle. Dhe unë dua t'i bashkoj mesazhit tënd, edhe unë dua t'i bëj thirrje institucioneve aty, bashkisë së qytetit Kavajës, por dhe policisë që të marrin masa për këtë rast, nëse ngjarja është kështu, që 3 të mitur kanë përfunduar në këtë situatë, si ju, si një gjyshe që po e denonconi në këtë live, është skandal që policia mos reagoj. E dashurësia do bëj të pamundur për të ndihmuar dhe sinqerisht më vjen shumë keq sepse e kuptoj, je një gjyshe që të dhëm zemra, të dhëm shpirti kur shikon 2 niprit dhe mbesën si kanë përfunduar. Ta besoj dhe. Është shumë e rëndë, është shumë e rëndë, nuk mundët, nuk e dëroj të asmo. Gjithë vjen, për mua është më keq. Ato kanë që mos i nuk takoj ty s'ke të ardhura, për që është bashkia? Nuk kam të ardhura, më takon asistent. Unë asistent, fëmijët rritëm për bukuri, me 2 kokra unë i menaxhoj shumë bukur, nuk leni që nga thonë gocës nuk ka nevojë as shteti mos japi, do të marrim ne. Vetëm të merren fëmijët e edukohen. Kaq. Fëmijët e kërkojnë babain? Një mojmë ne. Fëmijët e kërkojnë babain? Pa e kërkojnë, po ajo nuk e le, nuk kanë fol ligë, një 100 herë i e pak gjë, babi, kaq. Vetëm gocër, thonë pak më shumë, babi, si gjithë gocër, që më janë në ledhatare. E qartë e kuptoj, ndërsa e ka nisur një bashkëtesë të re që do thotë i ka dhënë fund martesës me djegën tënd. Bashkëtesë, djegë e ka hytë burgut. Bashkëtesë. Nuk më intereson më që pona, jo, as i gjo. E qartë, kuptoj, ty interesoj fëmijët. Teta të goj fëmijë. Ajo që është më rëndësishme në gjithë histori janë 3 fëmijët e mitur që duhen marrë masa urgjente, seri, ne do mbetemi të dyja bashkë në kontakt. Unë të premtoj që ditën e nesërme do lidhem me policinë e Kavajës, sidomos kur bëhet fjalë për fëmijë dhe për moshën e 3, janë 2 mosha që janë më të pambrojtura dhe sinqerisht janë mosha që të gjithë duhet të reagojmë dhe të ndihmojmë. Qoftë kur shikojmë fëmijë në të tilla situate, por dhe moshën e moshuar. Kështu që do lidhem nesër me policinë e Kavajës, por dhe me bashkinë e Kavajës për të marrë masa dhe për të bërë më të mirën për këta 3 fëmijë. Ti faleminderit shumë. Ju është problem zoti, që fëte ju, por nuk di që të them kam shumë për fort, nuk di çfarë ku ta filloj. Por unë vetëm fëmijët du, nuk dua asgjë më shumë, vetëm të riedukohen si duhet fëmijët. Nuk du t'i lem mazëtare. Asgjë nuk du më shumë, nuk kam nevojë as për lekë, jo se kam shumë. Por unë me ato që më japin gocët unë e kry. Fëmijët rritën shumë bukur, hajnë bukë të evate, i lajnë sytë të evate, ullën si njerëzit të evate, nuk sot hajnë banane, nëse hajnë bukë sa, për ditë, çdo ditë një problem, i ko kërmollë, fëmijët ka duke hongër, as preme, e kupton? Nuk fëmijët e vjetë, sa i ko kërmollë, nuk e di, lë taj 2, por e pritët pas në pjatë, që fëmijët ta qijoj. E qartë, e kuptoj. Gjithë problemi që ti ke me rakun, me një nënë e cila është fatkeqësi dhe për atë përdorues të lëndëve narkotike, ndoshta në efektin e lëndëve narkotike ajo është e papërgjegjshme. Do bëj një denoncim për tradhtim bashkëtorë që vin tjerë se e të bëj fëmijët më të keqen. Nuk është nevojë për të bërë shumë gjëra. Le që unë shkoja unë në orë 8 darkës me taku fëmijë, i kapçi të 2 përdoruesit e të, edhe u merrte çdo gjë u shtillonte. Po të i bëj vetë punën e zgjasin. Unë uroj që ky denoncim që bëm sot të dyja live, këtu në live Modetën, të shërbej dhe të bëhet më e mira për ata fëmijë. Ne do mbetemi të dyja bashkë në kontakt seri dhe sinqerisht më erdhi shumë keq për këtë histori që dëgjova sot. Nuk kërkoj asgjë, vetëm jetesën e fëmijëve, që fëmijët hajnë të vakte bukur. Dhe të besoj. Mirë, do mbetemi në kontakt dhe lufto deri në fund të sigurosh 2 nipër dhe mbesën. Që fëmijët hajnë 3 herë ditën bukë, që fëmijët të ditë hajnë një herë me lukë. Faleminderit edhe unë të përshëndes, shumë faleminderit. Inshallah do zoti bëhet gjithçka. Amin, u bëft më e mira.
Mirupafshim. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Në fakt kjo historia e sotme ishte një histori vërtet ulëritëse se si një nën sillet në atë lloj forme me 3 fëmijët e saj për të rrusë lëndë narkotike, një gjyshe që denoncon dhe askush nuk merr masa për 3 fëmijët e mitur. Unë i premtova që ditën e nesërme do bëj të pamundur për të lidhur me policinë e Kavajës, por dhe me bashkinë për të marrë masa për 3 fëmijë të mitur që e kanë babain në burg dhe nënën që shfatkeqësi e kanë për të rrusë të lëndëve narkotike dhe uroj të bëhet më e mira për ata. Mirë, nëse dhe ju keni një histori për denoncuar dashur miq dhe kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni dhe mesazhe në rrjetet e mia sociale, në Facebook, në Instagram dhe në TikTok, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim në YouTube, ku çdo paradite fatkeqësisht unë hyj live me këto histori të dhimbshme njerëzore. Faleminderit që më mbështesni, faleminderit që më ndiqni dhe takohemi sërish nesër live.